kemi pas dëshirë që bashkë me Federatën Skitare të Kosovës me organizu në mënyrë të bashkërishtme këtë turne që të mbledhin të gjithë snowboarderët dhe skiatorët që aplikojnë këtë skemë alternativ në Kosovë. Mbasi Voga është pak si largë në krahasim me këto vende të tjera, pra skiqendra të tjera, ka pas ngurim nga shumë skitarë dhe snowboarderë që të vinë, andaj edhe numri është shumë i vogël se që kemi prit. Prapse prapë është diku rreth 25 skitarë dhe snowboarderë që do të tregojnë aftësitë e tyre në kërcimorën që i kemi përgatitur dje, pra në 2 etapa. Siguria dhe besimi në vete ka shumë rëndësi për ta. Janë këto përgatitjet e fundit para se adrenalina e tyre të arrijë maksimumin. Secili kërkon më të mirën nga vetja, por të pakt ishin ata që qëndruan në këmbë. Në këtë sfidë kishte edhe femra. Për mua është një kënaqësi e madhe se kom që veshe vetë në femën në këtë garë freestyle. Është një kënaqësi shumë e madhe, nuk e di shumë morat pëcim. Për ndi vetën shumë të lumtur. Shpresoj që në gara tjera do marrë pjesë. Ndërsa dikujt nuk i doli pengesa e paraparë dhe vendosi të kërcente mbi shtypsin e borës. Guximin e kom se une skimin qysh i vogël që kom nisë, më thonë pe frimnis e kom pas në zemër, edhe është një sen që nuk di frikë kur i kom skijat në kom. Më thonë as nalësi, as kur gjojeshtë, më thonë kejt e kom unë ato që e kom adrenalin, që e kom akcent. Nga nisën i garues në 2 kategori, më i mirë në snowboard ishte Meriton Bobaj. Ndërsa me ski ishte Dardan Popova, kurse vendi i parë në kategorinë e femrave pa konkurrencë e mori Fiona Hoti.